Realisht ne kemi po dhe jemi të gjithë dëshmitar që Partia Demokratike e Kosovës me në krye Bedri Hamzën kemi qenë të vullnetshëm që të bëjmë një zgjidhje të situatës aktuale politike që rrjedh edhe me zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës. Dhe kemi qenë pro një kandidati konsensual, po ja që nuk është arrit ajo figurë që të realizohet dhe të propozohet. Dhe kemi dhënë edhe propozimet tona si Partia Demokratike e Kosovës dhe fatkeqësisht shohim një lloj arrogance tek pushteti apo tek shumica parlamentare, që është edhe fituese e zgjedhjeve me 51%. Prandaj përgjegjësia kryesore i mbetet vetëvendosjes duke dhënë na kontributin ton në zgjedhjen e këtij situate apo të kësaj situate. Prandaj me këtë çardhje po shohim që jemi drejt rrugës së zgjedhjeve të reja dhe po shohim që më shumë ka qenë i angazhuar zoti Kurti se si t'ia lej fajin opozitës, se sa t'i zgjedh problemet reale të qytetarëve, që mirë apo keq kishte ardhur deri te zgjedhja reale apo të pranimi i kërkesave të qytetarëve dhe punimi drejt zgjedhjeve reale. So kishte qenë e kujdesme, përgjithshme qeveria Kurti, ne jemi shumë skeptik sepse kemi pa qeverinë Kurti në detyrë dhe kemi pa në udhëheqje dhe kemi pa që realisht ka pa shumë skandale, po gjithsesi ne si parti politike kemi qenë dakord që t'i japim shans Kosovës dhe votuesve të 28 dhjetorit që të jetësoj platformën pavarësisht pse ne nuk jemi pjesë e qeverisë. Në çdo iniciativë shumë të mirë së ardhur, por duhet të kuptojmë edhe numrat që janë në kuvendin e Kosovës. Dim që shumica në kuvendin e Kosovës është nga radhët e partisë në pushtet vetëvendosje dhe çdo kandidat apo hyrje në garë është realisht edhe nuk është unifikim i kuvendit të Kosovës apo i përfaqësimit të partive politike në kuvendin e Kosovës. Prandaj sigurisht që fituesi dihet dhe kemi pastaj një vazhdim të pushtetit totalitar apo autoritar, më mirë të them, në vazhdimsi dhe një kukull në udhëheqje. Prandaj ne nuk dëshirojmë që vazhdojmë që të kemi një noter që i certifikon çdo vendim pushtetit aktual, sepse është një pushtet me një besim të madh dhe sigurisht që duhet dikush që është një lloj garantuesi i kushtetutës dhe i shtetit, edhe ka balancet të pushtetit. Partia Demokratike e Kosovës nuk ka ardhur deri tek propozimi i asnjë kandidature, ne kemi kandidat të mjaftueshëm, por derisa nuk ka një pajtueshmëri me partinë në pushtet, sigurisht që nuk ka hapësirë as me kandidu, sepse shohim se është vetëm lojë dhe shohim që dëshiron të viktimizohet me radhë partia në pushtet.